Politika shqiptare dhe qytetarë të shumt I dhanë lamtumirën e fundit ish kryetarit të Kuvendit Servet Pollumbi, I cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Ceremonia mortore nisi me omazhet në Teatrin e Operës dhe Baletit, ku figura të larta të shtetit, deputet, të gjitha krave politik dhe miq të të ndjerit nderuan figurën e njohur si profesori socialistëve. Gjatë ceremonisë shtetërore u vlerësua kontributi Pollumbit si një politikan I moderuar dhe arkitekt I dialogut. Djali I tij, Arben Pollumbi, u shpreh se trashëgimia e babait të tij do të jetë drita udhëheqëse për familjen në të ardhmen. Sot duhet të them me krenari që jam djali I tij. Krenar për familjen që ai ndërtoi, për vlerat që na la dhe për dashurinë që na dhuroi pa kushte. Ai do të jetojë gjithmonë tek ne në mënyrën si jetojmë, si sillemi dhe si do ta duam njëri tjetrin. Largimi I tij ka lënë një boshllëk të madh, por gjithashtu ka lënë edhe një dritë të fortë, shembullin e jetës së tij. Dhe kjo dritë do të vazhdojë të na udhëheqë. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij vlerësoi natyrën progresiste të Pollumbit, duke e cilësuar atë si një pikë referimi të pashlyeshme për historinë e Partisë Socialiste dhe tranzicionin politik në Shqipëri. Unë profesorin e kam njohur pak dhe e kam njohur përgjithsisht nga larg. Për hir të vërtetës dua të kujtoj këtu se marrëdhënia me të është një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj një simpatie reciproke në afërsi. Përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe, edhe kur ky afrim I gjërave si rezultati I momentit të tretet në kohë, profesori do të mbetet një pikë referimi në historinë e ndryshimeve dhe të ndryshimit të epokave, siç e përmendi Namiku, e padyshim një pikë referimi edhe për gjithë ata që do duan një ditë të kuptojnë dinamikat edhe historinë e vet Partisë Socialiste. Në këtë ceremoni, miku I tij I ngushtë, ish kryetari I Kuvendit Namik Dokle, u ndalte vlerat e Pollumbit duke kujtuar periudhën e vështirë kur ai udhëhoqi forcën politike socialiste. Shumë e vështirë qenë ka të mbledhësh fjalët që do të thuash në lamtumirën e një njeriu të dashur, miku dhe shoku, bashkëudhëtari dhe bashkëluftëtari të viteve kur kishte më shumë dilema e më pak siguri, më shumë turbullira e më pak vizion, më shumë tronditje se vetë përmbajtje. Dhe gjithmonë ai ishte aty. Aty ku duhej më shumë mençuri, ku duhej më shumë besim, më shumë kurajo, më shumë largpamësi. Është për këtë arsye që të gjithë e quajtën, të gjithë e njohën dhe e pranuan si profesorin e socialistëve. Pas përfundimit të fjalimeve dhe omazheve shtetërore, kortezhi funeral u nis drejt varrezave të Sharrës, ku Servet Pollumbi u përcoll për në banesën e fundit me protokoll të plotë shtetëror.